Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Jam I pozicionuar ditën e sotme në lagjen e Gazibabës në qytetin e Shkupit, pikërisht për të bërë një dhuratë shumë të bukur. Ditë më parë ju jeni dëshmitar të një videos që unë e kam publikuar në rrjetin tim social TikTok. Bëhet fjalë për Abazin, një zotri I cili ishte në karrocë dhe jashtë skaletës unë e kam pyetur se çfarë dëshire ke. Abazi më pati thënë që kam dëshirën të vizitoj Qaben dhe një shqiptar I nderuar nga Austria me origjinë nga Gostivari, pasi e dëgjoi këtë video, kanë qenë në fakt të shumtë ato që kanë shkruar, por dëshira e tij ishte që të gjithë këtë rrugtimin ta merri vetëm. Ai paguajti udhëtimin e Abazit dhe sot pikërisht unë kam ardhur për në Gazibab për të bërë këtë surprizën dhe për t'i treguar Abazit se ka njerëz shumë të mirë edhe në këtë botë ku ne jetojmë. Dhe pikërisht kemi përzgjedhur ditën e Bajramit për të vizituar Gazibabën dhe për t'ia bërë këtë surprizë Abazit. Abaz, pikë së pari njerë unë së bashku me Bujaminin, të urojmë të gëzuar festën e Kurban Bajramit. Unë të falenderoj shumë që na prite në shtëpi dhe unë në fakt pata premtuar që do të vi në shtëpi. Faleminderit, gjithashtu edhe ne ta uroj ti festën e Kurban Bajramit dhe gjithë atinëve që na shikojnë dhe që na dëgjojnë. Ti erdhe në emisionin tim, erdhe fal ndihmës Bujaminit, të cilin unë dua ta falenderoj publikisht. Dhe ditën kur ti ke ardhur në emision, ke qenë shumë I sinqert, I emocionuar, dua t'ju tregoj një ndodhi të vogël, sepse nuk dua të harxoj shumë kohë. Atë ditë kur Abazi ka ardhur I vetëm së bashku me Bujaminin, I është thyer edhe pjesa e pasme e karrocës, ashtu domethënë për të arritur, për të realizuar qëllimin. Ti ke shprehur një dëshirë. E mban mend çfarë ke kërkuar në emision? Po, edhe dëshira ime ishte të ta vizitoj Qaben. Dhe pikërisht unë kam ardhur për këtë gjë. Domethënë unë e nxora si video. Mu drejtën ta them, ta shoh emocionova, me të vërtet pak a shumë më shkoi mendja aty, se do të ndodh kjo. Unë e nxora si video dhe që në momentin kur unë e kam publikuar videon, kam qenë në kontakt me Bujaminin, të nderuar profesorin ton të dashur, dhe I pata thënë që Bujamin ka shumë shqiptarë të cilët dëshirojnë t'ja realizojnë Abazit këtë dëshirë. Dhe në bisede sipër, fillimisht unë edhe Bujamini që të mos I shpenzojmë shqiptarët, sepse çmimet janë stratosferë, menduam që të sigurojmë umren dhe një shqiptar I dashur nga Gostivari, të cilit unë e kam e patjetër t'ja përmend emrin edhe pse ai nuk dëshiron, zotri Mallzim Tahiri jeton në Austri, të ka paguajtur komplet umren edhe parat I disponon Bujamini, ne kemi shkuar, I kemi marrur dhe dëshira e tij ishte që ti ta vizitosh umren me Kismet Bujamin në shtator, ashtu? Në shtator. Në shtator të dy së bashku të shkoni në umre edhe të vizitoni atë vend. Faleminderit shumë, edhe sinqerisht kënaqësi më të madhe nuk kam përjetuar në jetën time deri tash, këtë kënaqësi më të madhe. Po, e falenderoj edhe atë se emrin nuk mundat. Vëlla Mallzimi. Mallzimin. E falenderoj shumë Allahu e shpërbleft me gjitha të mirat e kësaj bote dhe botës së ardhshme. Faleminderit shumë. Trujt Zoti. Përpos vllaut Mallzimi, domethënë janë edhe disa vëllezër të tjerë që mua më duhet I them, është I Liri nga Çegrani, jeton në Zvicër nëse nuk jam gabim, do të jetë donator për paratë e udhëtimit, domethënë që ju t'i shpenzoni atje Kismet Allahut në shtator, vetëm na gjej shëndoshe mirë. Dhe më pas kemi edhe Jusuf Ahmetin, I njohur si Cufo, njihet për donacionet që bën, dhe ai është kontribues në rrugtimin tuaj dhe shumë shqiptarë të tjerë të cilët kanë shprehur dëshirën e madhe të ndihmojnë edhe shoqatën. Bujamin, do I thuash dy fjalë për këtë gjë? Unë qysh në fillim domethënë mendoja, thash çdo herë ashtu që ka përmend Zoti në Kur'an, thotë unë do të shpërblej sipas veprave ose sipas niyetit. Çdo thotë edhe po që se nuk realizohet ndonjë gjë, Zoti do shpërblen mbas niyetit.
mallëzimi do thot vllau që e paguajti Abazit umrën, aq pas ka qenë sinqert, do me thonë, ku me një ditë dy festa, përmbledh edhe kjo tre. Namazi, do me thonë, festa e Bajramit, dita e xhumë dhe gëzimi i Abazit, 3. E katërta është, cila është më kryesore, thot profeti i Zotit paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, thot kur e kam pyetur shokët e tij, thot cila është vepra që e kënaq Zotin, thot po, thot, është një vepër thot e dalluar. Cila është ajo, të futesh kënaqësinë në zemrën e vllaut tonë. Thon mallëzumi sot do të thot 3 gëzime i fitoj. E gëzoj Abazin, festën e Bajramit dhe dita e xhumë. Falenderoj gjithë shqiptarët kudo që janë, sidomos mërgjimtarët që çdo herë janë në përkrahje të shqiptarëve kudo që janë. Për çfarë do rasti, e falenderoj sinqerisht. Allahu i shpërblef me gjitha të mirat të kësaj bote dhe botës së ardhshme. Fillimisht do të thot edhe njësi Abazit më do falenderoj gjithë bashkëpunëtorët tanë. Dhe siç e sekëm, do të thonë fillim Abazi ban edhe shoqatën e personave me nevoja të veçanta, ku disa do të thonë kemi diskutuar për Abazin se është qëllimi primar i jonë, do të thonë që antarët e shoqatës do të thonë t'i nxjerrin pak jashtë 4 mureve që të socializohen. Ky socializim do të thonë besoj dhe jam i bindur do të thonë që me ndihmën e shqiptarëve bashkëpunëtorëve do të realizohet. E cilat janë ato do të thotë më primare për shoqatën? Për momentin ka nevojë shoqata mirësia personave me nevoja të veçanta është për karroca elektrike do të thonë dhe kombi do të thonë tjetë për shembull për 3-4 persona se problemin kryesor e kanë do të thotë për udhëtim. Ka shumë raste për shembull kur autobusat nuk kanë gjithë autobusat qasje për kategorinë e këtyre personave. Dhe besoj se një kombi, besoj se shqiptarët ku na dëgjojnë, do të ishte domethënë një lehtësim tejet i madh domethënë për anëtarët e shoqatës mirësia dhe gjithë i ftoj domethënë gjithë ato që janë domethënë në gjendje se Abazit na urdhërojnë do thotë në shoqatën ku do t'ja antarësojmë dhe me ndihmën e shqiptarëve, unë e kam bindjen se çdo kujt do t'ja lehtësojmë sadopak, domethënë nevojat të veçanta që kanë kjo kategori e njerëzve. Duke ju falenderuar të gjithëve, besoj që ne do t'regohemi gjithmonë human dhe zemërgjër për të mbështetur të gjithë ato njerëz që janë në nevojë dhe sidomos Abazin. Unë e di që ju do të reflektoni dhe do realizoni edhe dëshira të tjera. Faleminderit shumë edhe një herë të gjithë shqiptarëve që u treguan të gjithë zemërgjër për të realizuar dëshirën e vetme të Abazit që tregoi në emision, ishte asgjë e shkruar në skalet, do me thënë erdhi e tëra spontanisht, ishte dhuratë e Zotit. Juve vazhdoni të jeni dorëdhënë, sepse sa më shumë t'japësh, aq më shumë merr bekime.